Jo me hu dhe akuza, po me ngrit shqetësimin në raport me udhëheqësit tanë që janë valjet ose zyrtar, prej presidentes, kryeministrit, ministrit të ngjashëm. Përzori. Unë mendoj se nëse do t'ishte kjo taksa që e përmendën hyrjet e misionit ndaj Kosovës, jo 10%, po si të shtetet tjera do t'u lëronin këtu edhe njës të qështjeve, edhe opozita, se si kjo vjen si rezultat shkaku se Kurti na ka prish me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ja që në realitet doli e kundërta. Ndërkohë tash imponohet një temë e cila dorën zemër nuk është në kompetencë presidencës. Unë nuk po e vë në diskutim vullnetin e saj të mirë, qasjen e saj. Nisë në fakt është, Përzori, se presidentja edhe është në shërbim të raporteve mes të dyja vendeve. Presidentja nuk mori vendem, dha vendem. Po, vetëm nëse më lejoni për me... Po, vetëm për çështje e kështu konteksti edhe diskutimi. Pra, unë nuk mendoj se është në kompetencën e presidentës dhe nuk mendoj se ajo formë se si u veprua është mënyra e duhur institucionale. Sepse masat rektore dhe fiskale janë kompetencë kryesisht e qeverisë dhe e kuvendit. Për tha morati. Rrjedhimisht qeveria ka drejt propozoj politika ekonomike, më pas është kuvendi ai i cili ka kompetencë për të miratuar ligjet që lidhen edhe që prekin tatimet edhe financat. Pra, tashti në reagimet e fundit, qeveria sa posh lexova se është shprehur e gatshme për një marrëveshje për tregti të lirë pa bariera tarifore. Sepse ligji për tregtinë e jashtme, për të hequr bariera tarifore, nënkupton që të kesh paraprakisht proceduralisht një marrëveshje të lirë pa tarifa dhe pa bariera tarifore. Pra, nuk mund të shfuqizosh një vendim që pas ka qenë ne derisa u aktualizu kjo temas nuk e kena ditë që i kemi këto toksa. Është fazën e propozimit, zoti Përzori, është fazën e as mund të bëj fare presidentja propozim, mund të mos jetë kompetencën e saj. Ato të propozimi mund të bëj. Unë e di që zonja Osmani, përveç se juriste e shkath, po ashtu është edhe për ekonomi e njoftuar, nga që ka qenë një kohë dhe kandidate për kryeministre, nuk i kam ato dilema, po flas për portofolion. Pra, një reagim të saj do ta kuptoja nëse do të vinte pas disa përpjekjeve për ta bindur qeverinë dhe s'do të kishte sukses dhe më pas do t'i drejtoja opinionit se këto janë çështje. Po diskutimi do duhet të ishte intern. Mendoj se janë çështje të cilat do të mund të sqaroheshin nga brenda, po tashti ka dalë në publik. Nëse që Vjosa është shumë korrekte për rrugtimin tonë si shtet. Ndërsa kur losëm për sinqeritet, unë ngrita kontestin e sinceritetit të presidentës. Ndërsa kur flasëm Xhavdet tek pjesa e raportit që bë Xhavdet. Nuk du të mas qëllimet. Unë vetëm po flas ligjërisht për të pasur marrëveshje, duhet paraprakisht sipas ligjit për tregtinë e jashtme, duhet të kesh marrëveshje me atë shtet për të mos pas bariera, për të mos do të tarifa dhe më pas asaj hapet rrugë. Unë thash, do ta kuptoja këtë reagim presidentës publik nëse ka ngulmuar dhe ka tentuar që ta bindë qeverinë dhe do të haste në rezistencë, por në asnjë moment nga qeveria, respektivisht Ministria e Financave, nuk kemi pa që ata... Nuk ka qenë rezistent, e vërtet është. Nuk kemi pa mos gatishmëri ose mos pasje vullnet. Përkundrazi, sonte qeveria është shprehur e gatshme për një marrëveshje për tregti të lirë pa bariera tarifore dhe kanë thënë se janë në kontakt, në komunikim të drejtë për drejtë me autoritetet amerikane, sepse vetëm kështu validohet, pra hiqet ajo tatim, ajo toks që pas ka qenë në fuqi qyshmoti, dhe këtu nuk mendoj se duhet edhe në fjali vetëm nëse në lejot, nuk mendoj se duhet ngritur pikpyetje në qëllimin e kujdo qoftë. Mendoj se ka qenë mënyra e cila na imponu kjo temë në një kohë kur ne po diskutonim që sa me fat është Kosova që ka pas më spaku